Miq të dashur, mirë se erdhët në Vila 24. Mirëmëngjes, Kati. Mirëmëngjes, se dashur. Gati edhe për sot. Po patjetër. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe ftoj tu tek këndi ynë gatimit bashkë me Anilën për treguar recetat që do përcjellim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë? Sot do të bëjmë një byrek çam. Byrek çam sepse ç'është e vërteta, kanë traditën e tyre, kanë gatimet e tyre, janë shumë zonja të mira dhe të nderuara ç'është e vërteta, pasërtore të mëdha që unë i kam për zemër, jo vetëm ato, sigurisht në gjitha, por ato kanë cilësitë e tyre. Më pëlqen ajo shamia e bardhë që mbajnë në kokë, që e kanë akullore dhe ashtu si akullore bëjnë dhe ato gatimet e tyre. Që do të thotë neve sot byrekun do ta bëjmë me pul, me oriz dhe borzilok. Ka një procedurë, është shumë i thjeshtë për të përgatitur, do të tregojmë neve mënyrën hap pas hapi. Unë këtu, siç e shikoni, kam përgatitur 3 pet, 2 kam shtruar aty dhe 1 kam këtu, se ju themi që neve këtu në studio kemi drita të forta dhe ato na e zbusin petën. Po, dhe brumi vjen shumë shpejt. Kështu që unë e kam lënë këtë të fundit për të treguar më mbrapa, 2 kam vendosur në tavë dhe si e kam hapur, do me thënë, brumin, si e kam përgatitur brumin, vetëm me miell, 300 me 400 gram miell, ashtu përdorun, do me thënë, për një tavë të zakonshme, për miellin, ujë, kripë, pak vaj, nëse doni, ose dhe pak uthull, nëse doni këtë për të bërë petën, do me thënë të bëhet e shkrifët peta. Nëse s'doni, mund të bëjnë në shumë mënyrën tradicionale, kështu ka qenë, vetëm me ujë dhe me kripë dhe mielli. Këto kanë qenë. Atëherë, ndërkohë, të kaloj këtu Anila të lutem. Ndërkohë në tenxhere, në tenxhere, sepse ja ula pak temperaturën në tani, siç e shikoni, të marrim edhe një lugë që tua tregojmë. Të marrim një lugë druj më mirë, më fal. Që do të thotë një pul të plot kemi aty? Po, një pul të plot, unë e kam darë në racione, ashtu e ndajnë edhe ato dhe nuk e lënë me gjithë kockë, nuk i heqin pjesën e mishit, edhe në byrek që vendosin brenda kështu, do me thënë, shumë në këtë mënyrë. Vërtet? Edhe neve për fatin e mirë sot kemi pasur një pul fshati, jo që nuk bëhet edhe me pjesë të mishit, por kur e kemi një pul të plot, sigurisht që lëngu bëhet shumë i shishëm, sepse atë që kam thënë gjithmonë, që merë vlerat ushqimore, do me thënë edhe nxjerrë atë shijen edhe nga kockat. Kockat janë ato që japin shijen e mirë lëngut, nxjerrin ato lëndët ekstraktive. Fillimisht e kemi filluar me një qep të madhe ose 2 mesatare, të cilat i kemi kavërdisur me pak vaj ulliri dhe kemi shtuar këtu edhe racionet e pulës. Një zbutje të lehtë, një kavërdisje të lehtë, duhet të them, dhe më mbrapa kemi shtuar ujë. Tani, nëse ne do të përdorim 2 filxhan oriz. Me qënë se do të përdorim 2 filxhan oriz, do të hedhim brenda 5 filxhan lëng që ta keni, do me thënë, gati lëngun, që mos të rini të masni më mbrapa. Kjo është edhe masa, do me thënë, 5 filxhan ujë edhe 2 filxhan oriz, më falin, 10. Jo, s'ka gjë, ja, të dëgjojmë më shumë vëmendje. Tani do ta ulim në këtu krip dhe i lëm, do me thënë, në temperaturë mesatare, që të na bëhet gati. Tani ne do ta lëm këtë që të bëhet gati dhe kalojmë në procedurën tjetër. Shiko si bëhet tjetra. Tjetra është këtu që marrim orizin dhe orizin sigurisht që e masim, zonjat e bënin edhe me sy s'ka nevojë, do me thënë, nuk zihet orizi, veç se orizi duhet larë me ujë të ngrohtë. Nuk e lëm në ujë të ftohtë që të zbutet, zbruhet, thuheshin dikur, të zbutet, jo, do ta shpërlajmë në ujë të nxehtë dhe këtu do të hedhim pak vaj ulliri dhe do të shtojmë edhe borzilokun të grirë holl. Tani thjesht aty në tansë, jo në tenxhere, jo në zierje, jo në gatim, thjesht në një enë. Në një enë do të hedhim orizin, mirë është që juve ta masni, ta ulin dhe pak se nuk duam shumë temperaturë të lartë. Pra, neve për tavën tonë do përdorim 2 filxhan oriz. Dhe ne do përdorim këtë orizin që është për pilaf dhe për të gjitha përdorimet. Tani, larja në ujë të nxehtë ndihmon që orizi mos të bëhet, mos të zbutet edhe mos të bëhet të qull. Mos të qulloset gjashtë, po tjetë kështu i shkrifët. Sepse, siç tham, neve nuk do ta
as do ta kavërdisim, as do ta zihemi më përpara asnjë gjë. Thjesht në këtë mënyrë. Ne në këtë minutazh të shkurtër u takuam thjesht për t'i prezantuar recetat, pra sepse gjysmë të gjërave i kemi vënë gati, por gjithçka që do të vijojmë, do ta tregojmë kur të kthehemi në studio. Dhe më mirë është që Orizi të lajë dhe të fillojë domethënë procedura në moment. Kështu që dhe Orizin unë do ta lë kështu, do ta shpërlajmë më mbrapa dhe nëse kemi veç se pa kohë të themi dhe për recetën e radhës. Nëse në rast të kundërt nuk kemi fare kohë, po më mirë se i sqarojmë të gjitha kur të kthehemi dhe në kuzhinë do të qëndrojmë për fëmijët mbi 6 muajsh. Sa mirë. Okej, ja, e shtuam kuriozitetin. Për fëmijët mbi 6 muajsh do jemi me kuzhinën edhe pas orës 10, kështu që do t'i përfundojmë të gjitha këto ide shumë të mira që Kati ka menduar për ju sot. Shkëputemi për momentin. Dhe ne jemi në studio përsëri, vazhdojmë të jemi live në Villa 24, tani për të marrë të gjithë kohën e nevojshme për ju që po na prisnit, mbi gjithçka që prezantuam shumë shkurt në fillim në takimin ton të hyrjes së transmetimit, e gjithë koha për Katerinën. Atëherë të dashura Anvisa, ne jemi gati këtu për të filluar për përgatitur byrekun çam. Një byrek shumë i mirë dhe shumë i shijshëm. Dhe është momenti tani që janë dhe këto, domethënë, është borziloku, ato gjithmonë mbani në shkallat e tyre, në ato dritaret e tyre mbanin në kështu saksime borzilok, e kishin domethënë të tyre dhe sigurisht që dhe këtë byrekun i kanë shtuar pak borzilok brenda ta bënin të veçantë. Për ta aromatizuar. Thamë në fillim fare ne kemi filluar me pulën që me një kokër qepe kemi kavërdisur me pak vaj dhe kemi vendosur racionet e pulës, pra një zbutje të lehtë jo shumë të kavërdisur. Dhe kemi shtuar ujë dhe kemi lënë të zihet. Pra ujin, unë faktikisht edhe ju bëheni kështu në fakt, sepse zonja Çame sigurisht e shikoni me sy dhe mosha e madhe, gjithmonë me sy i bënde, nuk i bënde me gramatura këto gjë. Me një sy të stërvitur në kuzhinë. Po. Ndërsa juve, të rejat, nëse doni ta bëni, pra do të kemi 2 filxhane oriz, do të hedhim 5 filxhane ujë, sepse një filxhan ujë gjatë momentit që do të zihet, sigurisht që do të na avulloj pak dhe do ta shikoni pastaj edhe në momentin që do ta hedhni. Dhe tjetra këtu tani është që orizin nuk do ta lajmë me ujë të ftohtë dhe ta lëmë në ujë të ftohtë, por do ta lajmë me ujë të ngrohtë, do ta kullojmë dhe do të fillojmë me njëherë procedurën. Ndërkohë është edhe ajo që tham për punën e petëve, të cilat ky byrek bëhet me 3 petë, se do të bëhet i hapur në mes. Do t'rregojmë tani me njëherë mënyrën se si do të bëhet. Fillojmë tani për të larë orizin, nuk kam ujë të ngrohtë këtu në studio. Ndërkohë që Kati lan orizin, unë po shoh pak se cilin nga paketimet e Orizit Gold nga kompania Teuta Kati ka zgjedhur për të përgatitur këtë byrek dhe është orizi për pilaf dhe risotto me këtë paketimin këtu. Është një ndër alternativat e shumta që kompania Teuta ka në treg të orizeve në fakt të tij, sepse për përdorime të ndryshme, edhe ju e dini që mund të zgjidhni paketime të ndryshme ku secili prej tyre ka të specifikuar në ambalazh se për çfarë përdore dhe ndër të tjera ka edhe receta gatimi që e bën më të lehtë gatimin tuaj apo iden tuaj në kuzhinë. Dhe meqense jemi te kompania Teuta, janë një sër produktesh të tjera që ne i përdorim çdo ditë në recetat tona, ku kemi një rezultat fantastik në gjithçka që shijojmë, si për shembull vaj lule diellit që është domosdoshëm pothuajse në çdo gatim që ne kryejmë kemi një seshten këtu që do të na ndihmojë gjithashtu për hapjen e petëve, edhe mikse të dritrave apo të farave të ndryshme. Ju e dini që ka logon e Teutës, produkti ushqimor që ju do të zgjidhni dhe do të keni pa diskutim një siguri ushqimore të lartë dhe një shije në gatimet tuaja. Dhe meqense jemi tek bashkëpunëtorët tanë, unë do të doja që t'ju thoja se këtë byrekun çam sot për të hapur ato petet fantastike, madje me duar, pa patur nevojë të lodheni shumë që petja mos ju çahet apo që të keni atë shkriftësinë edhe butësinë e një byreku dhe shijen pa diskutim, zgjidhni miellin Ola nga kompania Atlas. Mielli për çdo përdorim vazhdon të mbaj vendin e parë kjo, sepse gjen hapësirë në të gjitha recetat e gatimit, por sigurisht që keni edhe miell më specifik për gatime të ndryshme dhe i pam së bashku para pak minutash në ekran. Do të doja t'ju përmendja pak vezën që ne konsumojmë çdo ditë këtu në studion tonë dhe është veza O Vital, cilësi në 4 stil
Vitalin. Veza O Vital vjen me paketimet e saj që nga 8 kokra e deri në 15. Kjo sigurisht në varësi të konsumimit të vezës që ju bëni në familjen tuaj, të numrit të pjesëtarëve që jeni, do t'i konsumoni ditore apo ju duhen përgatim. E rëndësishme është që në çdo paketim dhe në çdo ngjyrë të paketimit të vezës O Vital, cilësia është e padiskutueshme. Dhe e fundit fare që do doja të përmendja janë salçiçet Woody. Salçiçet Woody janë gjithmonë pjesë e frigoriferit ton, janë ato që na zgjidhin vaktet e shpejta si një mëngjes shumë i shijshëm, si një sanduiç apo një bukë e shpejt për veten në punë apo për fëmijët në shkollë, dhe sigurisht për vakte të tjera që duam t'i shtojmë shije tryezës son. Atëherë që dhe neve t'i shtojmë shije orizit ton, do të shtojmë edhe borzilok. Pra kam filluar e kam prerë, kemi këtë borzilokun që është gjithë e madh. Edhe ne këtu në studio na vjen një aromë shumë e mirë nga pjesa e borzilokut. Kati, kur të duash ti, më lejo të lexoj recetat. Pa të ndërprer nga gatimi? Jo, tani për momentin le të vazhdojmë domethënë që të gatuajmë. Atëherë këtu kemi hedhur borzilokun. Të lutem Anila, këtu kam vaj ulliri tek ajo. Tek kjo ena. Faleminderit. Të lutem, urdhëro. Tani te mbushja brenda do të hedhim pak vaj. Sepse edhe në fillim fare pak vaj kemi hedhur, nuk kemi hedhur shumë, por hedhim dhe pak tani që të ndihet pak ajo era e vajit. Edhe vetëm borzilok, vaj, edhe pak piper të zi. Edhe pak piper të zi, janë ku e kemi? Tani, për punë e kripës nuk hedhim se kemi hedhur tek mishi. S'ka nevojë bollësh mjaftueshëm. Të lutem Anila, mund të mi vendosësh ande sepse ato i kam për përgatitur ato. Ja ku e kemi. Kati gatuan, ndërkohë që regjia na ndihmon në ekran me recetën e lakrorit çam me pulë orize, borzilok. Tani, Anil. Tani mbushjen e kemi gati. Kjo është që do na duhet për vezët. Vezët nuk do të na duhen tani, do të na duhen pak më vonë, kështu që neve fillojmë për të bërë përgatitjen e byrekut. Okej, dhe çfarë do bëjmë tamam? Ja, çfarë do të bëjmë tamam? Ja, të shojmë shumë vëmendje Katin që na shpjegon. Kjo është e parë, të pastër. Kur hapë petët, gjithmonë për të përgatit, do me thënë në një enë, hedhë një seshtë, hedhë miell dhe hapen më mirë. I preferoj kështu, juve mund t'i... Këtu kemi 2 petë që i kemi hapur. Tani këtu mund të na jenë gjitur, po s'ka gjë. Po, se u bë një çik gjatë që janë hapur, Kati thot gjithmonë që s'ka gjë se do të temperatura e ngrohtë që kemi këtu në studio. Aq sa e ndihmon edhe brumin të vi, aq edhe nuk mund të qëndrojnë kaq gjatë petët, por ne donim t'ja u tregonim që ju ta mësonin nga fillimi në fund këtë byrek çam shumë të shijshëm tradicional. Ja ka gjetur pak, por është edhe një mënyrë tjetër që i bëjmë neve, që i lëm këto petët, pra i palosim edhe i mbajmë, por edhe kështu e shkundim një çik. Edhe, kjo është peta e fundit. Po. Pra peta duhet të jetë më e madhe se tava, sepse do të paloset. Paloset, do bëhet ajo krotha, themi neve. Okej. Tani, Anila, të lutem pje, mund të mbledhësh këtë? Ta mbledh, po, e mbledh unë atë. Këtë pjesën ta mbledh njerë me të thatë dhe pastaj. Edhe në këtu, te pjesa e byrekut, do të shtojmë orizin. Pra orizi do të gatuhet në pjekje, Në pjekje. Do të ndihmoj lëngu, i gjitha i lëngu i pulës do të përdoret? Po. Ka dhe pak oriz. E heqim të gjithin. Tani ti Kati e do të pastër këtë tavolinën? Po, e mirë është që të ngelet e pastër. Po, çfarë? Sa aromë e mirë që na vjen kjo pjesa e borzilokut, nuk e keni idenë. Dhe besoj që nuk e vënë dyshim që do t'jesh shumë i mirë. Tani. Unë të jemi sinqert, nuk kam provuar ndonjëherë byrek çam. Kam provuar me ndryshe nga anët tona. Pra, me copëza, pulë të ndarë në copa, nuk e di se me çfarë shoqërohet tjetër brenda, por deri aty, po kështu me oriz, me borzilok jo. Atëre. Tani, me gjithë kocka thamë? Po. Edhe i vendosim kështu, anash. Në ndihmojnë do i qik me dorë, se s'bajnë. Është nxehtë ajo, po me kujdes. Okej. Interesante. Edhe këtë nga ana tjetër ta vëmë më mirë, që mos të duket ashtu. Aha.
Vetë kështu. Pra bëhet në të gjitha anët. Jo në mesë, vetëm aty ku do mbulohet. Jo në mesë. Ne nga anët tona e bëjmë ndryshe dhe në mesë vendosnim, përsëri dhe ne me kocka vendosnim, vënim gjoksin e pulës, ashtu si që ishte i plot. Këtë e kështu më mirë. Edhe gjokë si piqe i gjatë kosë. Po. Atje hidhnim edhe vezën, si do hedhim dhe këtu do hedhim vezën në qëndër. Tani e kemi gati. Lëngu nuk do ta hedhim tani. Do ta lëm këtu që ta kemi të ngrohtë. Duhet shumë i nxehtë. Ashtu. Edhe vezët nuk do t'i hedhim tani. Ajo që do hedhim të lutem të marr për këtë vaj. Ti s'përka tani, do t'i bëj kështu me dorë unë si... Po, ashtu. Edhe fillojmë edhe bëjmë këtë. Okej. Sa aromë të mirë vjen? Vjen aromë shumë të mirë këtu? Ja. Peta parë? Pra palosim njërën petë? Të rudhosura kështu. Okej. Tani, tu, pasi kemi hedhur këtë, do t'i spërkatim prap me pakës vaj. Mund t'a marim edhe në një enë, edhe t'a kemi kështu. Se vaj i shkriferon që është e vërteta. Prap e njëjta gjë. Po. Në këtë mënyrë. Petën e dytë. Petën e dytë. Na është ngjitur pak, po s'ka gjë. Nuk ka gjë, ajo do paloset me tjetrën. Kur të piqet. Këtu. Këtu. Ja. Okej. Do lëm këtë të fundit, se do t'i hedhe pak vaj dhe pastaj do t'i lëm të fundit. Okej, tani përsëri me vaj dhe bëjmë mbylljen e byrekut. Tani me që na ishte ngjitur ashtu ajo atje, e sillim pak këtu, edhe këtu, që të ketë atë mundësin. Edhe kur të piqet do ngjaj bukur ajo, kështu me këto cepat që do marrin ngjyrë dhe shije. Interesante. Okej. Ja, kështu. Okej. Tani, si që kemi, do t'a spërkatim, do t'a vendosim në furrë për një 5 minuta, pastaj do t'a heqim që të hedhim ujin. Do me dhe lëngun. Lëngun në mishit të pullët, edhe vezët në atë moment do Jo, vezët do t'i vëmë prapë më mbrapa. Do me thëmë pjekin e ka ndryshe, nuk kemi një byrek që futet në furrë edhe nxirret 5 minuta të mpijen petët, edhe pastaj sepse mpijen petët edhe ka mundësi pastaj që të vendosim lëngun që mos të qumosen petët, prandaj bëhet ky veprim. E kuptoj, mirë, ora është 48, e 53 në do të nxjerrim. Pra do ta lëm 5 minuta në furrë. Dhe do shikojmë se si vazhdon kjo recetë. Tani, i shohim pak recetat në ekran të gjitha. Njëra pas tjetrës, i lexojmë dhe zbulojmë edhe një herë të gjithë përbërësit që Katerina ka përdorur për të vendosur në furrë lakrorin me pul. Pra lakror çam me pul oriz e borzilok. Duhen 400 gram miell. Pra mielli do të na duhet për të bërë petët. Na duhet një pul e cila duhet zirë më parë, ka vardisur një qep, e më pas ja vendosur copëzat e pulës, duke shtuar edhe 5 filxhan çaj me ujë, sigurisht edhe krip. 2 filxhan oriz, 2 qep 3 vez, vaj dhe borzilok. Këto janë të gjithë përbërësit që na duhen për gatimin e lakrorit. Vezët do t'i përdorim pastaj, pra kur ta nxjerrim nga furra, bashkë me lëngun e pulës. Receta tjetër që do të sjellim sot është një supë me qofte për fëmijë mbi 6 muajsh. Për këtë recetë do të përdorim 500 gram mish të grirë. Na duhet një lug oriz, na duhet një kokurvez, një lug vaj, na duhet krip piper, rigon majdanoz, 2 patate dhe një karot. Pra për
mamat që kanë fëmijë mbi 6 muajsh, pra që kanë atë supën e përditshme për të përgatitur dhe që shumë shpesh është një shqetësim i madh se si t'ja bëjnë ndryshe, si të gatuaj diçka të re, sepse jemi pak të kufizuar në këtë moshën e fëmijëve mbi 6 muajsh, pra sepse jemi ende në fazat e para të ushqimit, ndaj të eksperimentosh me shije të reja është gjithmonë e vlefshme. Ndaj këtu ndër të tjera shtojmë edhe mishin, sepse mishi është pak i vështirë për ta nisur, se s'di si t'ja japësh, se janë ende fëmijët me pak kica në gojë për ta përtypur. Por në 6 muaj e sipër, fëmijët duhet të fillojnë, domethënë që të mos të kenë më të bluara, të ndryshuar gjërat, duhet të fillojnë që të përtypen vetë. Dhe ky është një gatim shumë i mirë për fëmijët të moshës mbi 6 muaj. Që do të thotë, neve do të kemi këtu mish të grirë dhe kemi mish të grirë viçi, që do të përdorim sot. Të cilën të bëjmë në qofte. Si që shikoni këtu, unë kam hedhur edhe majdanoz, domethënë, edhe mish, këto të dyja. Do të shtoj këtu pak rigon, mos i shikoni kështu sepse fëmijët duhet fillojnë që në mosha të vogla, me doza më të vogla, edhe majdanozin, edhe rigonin, edhe piperin, pra edhe kripën të gjitha këto, por sigurisht që i kanë në doza më të vogla se sa të rriturit. Po, patjetër. Edhe piper, do të shtoj këtu pak vaj ulliri, një lugë, edhe krip, edhe një kokër vezë. Pra ky është edhe oriz, më falni, edhe një lugë oriz. Okej. Një lugë oriz. Të njëjtin oriz, me që ne kemi të hapur. Po, patjetër, po do ta laj më përpara faktikisht, sepse ja kam këtu një. Atëherë jemi duke bërë brumin e qofteve, të cilat më pas do t'i kthejmë në një supë për fëmijë me mish të grirë, majdanoz, rigon, krip, pak piper të zi, do të shtojmë një lugë oriz edhe një kokër vezë. Kështu do të vazhdoj receta dhe pastaj do të shohim se si do të bashkohen me pataten edhe me karotën për ta kthyer kështu në një supë me qofte. Do presim Katin të na kthehet. Katin, do t'i zim përpara në këto patatet me karotën? Po, okej. Atëherë, para se të fillojmë që të përgatisim qoftet këtu, veç të lutem Anila me që kam të lagura duar, mund të më ndezësh të anën këtu. Këtu kemi një tenxhere bosh, që do të shtojmë patatet e karotat, do të hedhim ujë, të ftohtë ujë, duhet ta dim këtë gjë, edhe do të shtojmë karotat edhe patatet në copëza të mëdha, në pjesë të mëdha, kështu siç janë. Që fëmijëve mund t'ua shërbeni edhe kështu, me thënë që të fillojnë që t'i marrin vetë, t'i konsumojnë, po pse se derdhe edhe t'i hedh. Pra pse. Ndonjëherë duke sikur po i bie shkurt, po ndërkohë i hap më shumë punë vetes. Hap më shumë punë. Okej, edhe 1 minutë na duhet të shohim byrekun. Ashtu. Ndoshta edhe pak më shumë, po do ta shohim. Të shtojmë edhe pak ujë. Dhe i lëm që të zihen, kështu siç janë, asnjë gjë tjetër. Thjesht në ujë të ftohtë dhe i lëm që të zihen. Ndërkohë, tu fillojmë dhe përgatisim qoftet. Pra të shtojmë edhe orizin. E lajmë orizin, një lugë oriz është mjaftueshëm. Tani për punën e mishit mund të keni 300 gram, mund të keni më tepër. Është një ushqim mund ta konsumoni edhe të rriturit. Nuk është të thënë se e bëni që e bëni, hani të gjithë. Por është një ushqim që të bëhet në këtë mënyrë për të konsumuar edhe fëmijët edhe të rriturit. Ajo që na ngelet një kokër vezë. Si do qoftë, kur kemi të bëjmë me fëmijë, me patjetër duhet që vezën më përpara ta kontrolloni, por ne jemi sigur për punën e vezëve sepse e dim që kjo lloj, domethënë kompani që neve kemi vezë këtu në studio, është domethënë me këto vezë të cilat gjithmonë nuk na zgënjejnë, kemi vezë shumë të mira. Është e vërtetë. Por gjithsesi, ky testi duhet bërë. Patjetër. Tek fëmijët e dim që duhet jemi gjithmonë më të kujdesshëm në çdo produkt që ne konsumojmë, të kemi edhe një nivel akoma dhe më të lartë të higjienës në kuzhinë. Pra imuniteti i tyre duhet të jetë i mbrojtur, edhe pse mamat i dinë të gjitha këto dhe i respektojnë çdo ditë, por për të qenë pak të kujdesshëm, le të respektojmë. Tjetra të dashuran visa, pasi e përgatisni në këtë mënyrë, do të ishte mirë që ta lëni në frigorifer, të mbuluar gjithmonë asnjëherë kështu në frigorifer, nuk vendosim ose me kapak që kemi enë të cilat mbulojmë me kapak, ose nëse jo me membran kuzhine të mbulohet dhe të lihet në frigorifer, do me thënë të qetësohet dhe të bëhet brumi gati. Ndërkohë ne do të heqim atë Anila dhe i lëm këtu të na qetësohet. Po nëse mundesh e dashur, po ka marrë një ngjyrë të lehtë nga sipër, besoj ashtu duhet. Okej.
Ja, të ta shihemi. Faleminderit. Të lutem. Sepse ajo duhet bërë në disa faza. Atëherë, kështu siç e kemi, fillojmë tani dhe shtojmë lëngun. Okej. Dhe do ta vendosim prapë në furrë dhe pastaj do ta nxjerrim sepse duhet që të shtojmë vezën. Tani do ta ndihmojmë neve që të kaloj lëngu gjithandej. Okej. Dhe tani Orizi do të bëj zgjerrjen e tij të plotë apo jo? Unë pi Orizi tani është, sikur e kemi kavërdisur. Kjo është ideja, nuk e kavërdisim në tenxhere ose në tigan, por e kavërdisim, do me thënë, e vendosim në furrë, edhe peta mpihet, nuk është e qullosur. Unë i kam të matura këto për pjesën e kësaj. Thjesht dua të kaloj. Tani e ndihmojmë. Po e ndihmojmë këtu që të kaloj në brendësi. Me një piruna, me një luga, me një kështu. Okej. Ashtu. Shumë mirë. Kati nuk rrezikojmë që ajo peta e fundit të na qulloset, jo? Jo, prandaj bëhet pirja e parë që bëhet tani që vendoset. Tani do të hedhim edhe këtë, që të jetë në mas. Ajo do të vendoset përsëri në furrë dhe kur do ta heqim pastaj mbas 10 minutave që do të hiqet, do të bëhet ajo që do të shtojmë dhe pak lëng me vezët. Edhe e vendosim në fund. Atë pjesën në fundit të lëngut. Po na duhet prapë një lëng. E themi edhe një herë sa do të jetë koha që do ta lëmë? Një 15 minuta tani. 15 minuta. Mirë, se unë jam duke parë orën vazhdimisht, kështu që ne do ta lëmë tani, do ta lëmë gjatë kohës së reklamave të orës 10 dhe pak kur të kthehemi. Pra në orën 10 minuta do ta nxjerrim nga furra për të shtuar edhe vezën me pak nga ky lëngu i pulës. Gjithmonë duhet ta kemi të nxehtë kur e hedhim brenda, asnjëherë të ftohtë. Okej, pra e lëm gjithmonë në sobë. Me një temperaturë më të ullët, po gjithmonë të jemi të siguruar që është i ngrohtë. Mirë, dhe tani Kati bëhet gati të lodhëm, sa ndaj këte, sa në një recete tjetra? Asë një gjë, po thjesht dua që t'jenë të mirë kuptuara nga mvisat të receta. Besoj se po, unë mendoj që janë, zonjat janë, t'ja shpjegon shumë qartë. Mbaj këta jena këtu, sepse do të bëj qoftet. Edhe një punim. Juve lëreni në shtëpi, të paktën një gjysmore, dhe një orë ta lëni në frigorifer, brumin e qofteve, po. Aq më mirë është, nëse ne tani do t'i punojmë qoftet. Edhe që t'i kemi kështu, i marim lug-lug. Po. Në këtë mënyrë. Dhe japim formën e qofteve. Okej. Qoftet do të skuqen përpara? Apo jo? Jo. Pra me një herë në zjerja. Karota dhe patate gjysmë zjerje, do shtojmë edhe qoftet brenda, i bëra pak të mëdhaja, po s'ka që tani. E pra. S'ka që, do të optojë në pjatë. Jo, fëmijët, do me thëmë për duart e fëmijëve, ti bëjmë pak më të vogla, faktikisht, që do t'a heqe dhe ata. Që ti kapin fëmijët dhe ti marrin kështu si që janë. Jo t'ja ndajnë me lugë e me piron. Jo, vetë do t'i ndajnë ata, jo neve. Prita heqë që. Kati është nga këto, nënat moderna. Pra, sepse dhe unë kam një për embesa tani, kanë filluar teknologji të reja dhe janë të provuara, i kam provuar tek niprit e mi, se gjithmonë nënat kanë atë që mos na mbytet, jo. Aq më të zgjuar janë fëmijët nga ne, që ata e kontrollojnë vetë veten e tyre dhe sikur, do me thënë, i goditet, do me thënë, i bet një pak. Qoftë, aman, se kjo është frika më madhe. Jo, nuk kanë asnjë frikë. Megjithatë, patatja e zier nuk të mbyt, karota e zier nuk të mbyt. Fëmijët janë shumë më të kujdesshëm se neve. E di, po. Nuk asnjë lloj gjëje ka. Do me thënë, sepse do të japin karota, kur fillon në këtë kohë që të fillojnë që të japin fëmijëve, të japin moll, kur fillojnë, do me thënë, fillojnë frutat. Banane nuk e kam problem, se është diçka e butë. Banane është ndër frutat që besoj edhe prindërit e kanë. Po që edhe këto më. karota dhe kanë shumë të nevojshme, akoma kur vinë koha që rriten dhe pak më shumë edhe këto degëset e selinos, që i përdorin, do me thënë, se u bën mirë shumë për to dhëmbët e tyre që dalin. Ndërkohë që ne i japim formën qofteve, presim edhe patatet me karotat të bëjmë zirje, pa tjetër. Do shkëputemi pak Kati tani, kemi një hapësirë reklamash të shkurtër, dhe do vi edhe orari për të nxjerrë byrekun nga furra. Kështu që pak publicitet, ne ju presim këtu.
në një dilemë tani, atë merremi me byrekun, atë merremi me qoftet. Ne po diskutojmë, çfarë të bëjmë, të nxjerrim byrekun nga furra, të shtojmë lëngun edhe vezët, apo të mbarojmë supën? Si mendon? Shiko, të dyja, nuk është se duan shumë kohë, nuk e di, të nxjerrim byrekun, të hedhim ato vezën, e vendosëm, të nxjerrim. Po bëjmë një byrek super të shishëm, tradicional, të zonës të Çamërisë, me mish pule, me oriz, me borzilok, me capet të shkrifta plot shije. E shikoni orizin? Asa i mirë duket. Se fura duhet të mos ftohet. Mos ftohet fura, shikojeni pak, është fantastik, nuk ti të më thënë. Unë vetëm kurioze e di që jam. Po. Si hahet ky byreko? Shumë i mirë. Po jo më... Si hahet? A hahet me luk. Ka dhe Dëgjon, edhe me kot ka Anila, mund. dëgjon, kjo pritet, dhe gjitha gjërat tradicionale faktikisht themi të drejtën, nuk hahen me thike pirun. Nuk është gatim gurme, është gatim tradicional. Gjithmonë dora, do me thënë, është ajo që ka qenë më tradit për neve. Kështu që është tradit. Shiko të them një herë, ka qenë një histori të themi të hedhim dhe vezët dhe të tregojmë dhe një histori. Kam kociduar faktikisht në Kret të Greqisë, ndjerë Mitsotakis, i madhi, dhe më thënë që është ande nga Kreta, dhe kishte vajtur për vizit atje, dhe shkonte çdo verë. Edhe i quan thike pirune, gjitha do me thënë, kryeministër ka qenë atëherë, ti servini bukur e kështu, dhe thaj që ju lutem, tha, më duhet t'i largoni të gjitha, tha, sepse duhet të shijoj njerë me dorë, tha, të kujtoj fëmirin time. Kështu që tradita është me dorë, nuk është me thike pirun. Ashtu, kështu që e mësuan të dhe ideja. Këtë mënyrën se si do të ham këtë byrekon. Po, unë mendova se mos më thoshe me qa do të shoqërojmë. Jo, nga që mishi është me kocka. Edhe ka edhe oriz brënda, pra ndryshe nga i byreku në feta, që ne ham edhe atë me duar, se nuk besoj se ham byrekun me thike me pirun, kjo do një qik më shumë, kështu... Ja, më shumë do një qikë kujdesë që të shtojmë tani vezët. 2 kokra vezë. 2 vezë, ndoshta po doni dhe 3, po që 2 janë mjaftueshëm, se neve kaq kemi këtu tavën tonë. Nëse është tava më e madhe, sigurisht do shtoni më tepër vezë, më tepër këto gjërat e tjera. Ujin e kemi të nxehtë, është ajo që rregulloj temperaturën e orizit. Do të shtoj një lugë, do me thëmë përpara, se është akoma që do të duhet. Ashtu, edhe kam këtu për të regluar temperaturë. Sa aromë të mirë kam. Atere? Aromë fshati. Po, është ka dalë fantastik i byreko. Kjo është zilja e fshatit. Ja. U reglua dhe temperatura që mos të coptoj veza në momentin që e hedhim brënda. Edhe e hedhim dhe vendosim në furrë. Tani nuk do. Një 10 minutë që do, edhe do ta kemi gati. Ja, të lumë shënduart. Faleminderit, e vendosim përsëri në furrë. Unë, që është e vërteta, do t'i pak për të më shiruar këto. Po, edhe zbuten, petët, por nga ky lëngu. Edhe në vend të ujit. Po. Vaj është ai që i bën, do me thënë. Por këtu kemi shien. E vendosim në furrë. Edhe jo ta lëmë derisa vezat të mpikset dhe do ta kemi gati në fund të pjesës gatimi që të bëhet i mirë, do edhe atë mënyrën e përgatiturit. Do durim. Po, me vërtet. Kuzhina do durim, do kohë. Sigurisht që ne këtu japim edhe receta të shpejta, duke marrë parasysh të gjitha mënyrat tona të jetuarit. Ka njerëz që janë goxha të angazhuar, nuk kanë kohë të rinë në kuzhinë, ka njerëz që si kanë qejf kuzhinën, po do duhet të gatuajnë sepse do ushqehen në mënyrë të veçantë zonjat që kanë kështu si detyrë të përcaktuar që duhet të ketë një vakt në shtëpi dhe e di që kjo është pikpyetja më e madhe që ne nisim ditën, çfarë do bëj sot për drek, çfarë do gatuaj nesër, çfarë pazari të bëj, çfarë kam në shtëpi etj. Ndaj ka të kujdeset që t'ju sjell traditën, receta ekonomike, receta të shpejta, nga ato që duan pak më shumë angazhime, më shumë kohë, dhe pastaj zgjidhni ju se çfarë do shijoni. Fillojmë dhe hedhim një nga një qoftet. E ulim pak temperaturën, mos kemi atë valën. Në tenxhere kemi thjesht patatet dhe karota, patatet dhe karota, asnjë gjë. Nuk i rëndojmë gjërat kur i bëjmë për fëmijë. Po, në vërtet. Aq më shumë neve këtu tek qoftet kemi hedhur ato që duheshin për të hedhur. Po. I vendosim me radhë, duke krijuar dhe hapësira.
Tani, për punën e patateve dhe të karotave, unë i pëlqej edhe kështu si që janë, por mund të bëni edhe një, si thua ti frullutoni, dhe me thënë ti bëni si krem. Po? Por edhe kështu është mënyra më e mirë. Tani do të hedh pak vaj ulliri. Ashtu. Kemi hedhur krip? Jo, s'kemi hedhur. E keni edhe vetëm pakës qofteve. Tani pakës krip. Edhe pak piper. Pak. Shumë pak. Shikoni se sa ashtu që unë jam e piperi që i hedh. Por tu duhet të kemi kujdes, tani nuk vendosim ashtu, ja, i bëjmë në këtë mënyrë, ato do të zien me avuj që do të kryojnë, asu i tani më tepër, nuk ka nevoju më tepër, është aj që është mjaftueshëm, aj që i duhet. Jo më tepër, jo shumë tepër lëngje, sepse duan dhe me thënë të nxjerrin patatet, me karotën edhe me qoftet, do t'ua servin, do i lëni që të ftojnë patjetër, do të lidhet edhe lëngu, dhe do t'ua servini ashtu si që janë të plota, ata do t'i marrin vetë, nuk ka problem se do t'fusin dhe duart, do jepni dhe luk, por dhe diçka do marrin me luk, diçka do marrin me dorë, lëni të lirë fëmijët, lëni të lirë që të kenë mundësi ata të fillojnë vetë të aktivizojnë mendjen edhe shqisat e të ngrënë, do me thënë, është gjëja më e rëndësishme. Dhe pastaj të ta kenë të lehtë të ushqehen gjatë gjithë jetës së tyre, duke u mësuar që herët me shije të reja dhe të mos fillojnë të mos hanë gjellë të caktuara, të mos hanë mishin, të mos hanë zarzavatet, sepse gjithçka nis që në muajt e para, ty ku e dini se si testojmë pak e nga pak duke shtuar nga një perime e nga një zarzavate çdo ditë dhe gjithmonë niset me pataten edhe me karotën, kështu që dhe Kati e ka vendosur sot në recetën e fëmijëve mbi 6 muaj, duke qenë se janë perimet që nuk shkaktojnë alergji, duhet thënë, pra me karotën nis ose me pataten. Dhe pastaj shtohet nga një kungull apo nga një patlıcan apo nga një shiere. Po mirë është të sjellim her pas here nga këto gatime, se ka nëna të cilat janë në dilemë, a ti bëjmë, do me thënë të frullutojmë, a t'ua japim kështu, do me thënë të plota. Ja që kanë filluar ato gjërat e reja, sigurisht që ju mund të futen në internet, flisni edhe me mjekët tuaj, por tani edhe unë ma shkas nga mënyra, do me thënë se shkoa që edhe niprit e mi kanë filluar, do me thënë janë rritur në këtë mënyrë, dhe unë përcjell edhe juve mënyrën se si ata ushqen, e kemi nga praktika, nga ajo, si thua, nga eksperienca e jetës. 5 minuta kohë kemi. Tani me që kemi, shiko, neve një radhë kemi thënë për këto vezët që bëhen avull. Këtu kam pak qumësht, ose do me thënë gjysëm filxhanit të kafes qumësht, ose një filxhan të kafes qumësht, ose gjysëm, do me thënë të çaj që kemi neve këtu. Edhe do të hedh këtu te kjo ena që tasi që unë do t'i vendos, do të hedh 4 kokra vezë. Do të bëjmë vezë të zjera në avull. Okej, vezë të zjera në avull, pra as të zjera kokër, as të skuqura. Do t'i bëjmë omlet, kështu. Okej. Edhe do t'i shojmë. Kati e ka për njerë këtu në studio, po e ka për... Nuk ishë në transmitim, do me thënë? Si të thuash një enë, që do t'jetë si banjo mari. Ajta hedhim dhe këtë tani se do lëm një këtu neve. Ajta e mbaruam. 8 kokra o vital kemi përdorë sot. Edhe për byrekun, edhe për... Dëmë nuk bën, mirë bën. Tani pak krip vetëm. Si pas dëshirës edhe piper të zi, por piper mund të hedhi në momentin jo, në momentin e servirjes, jo, nuk do t'i hedhë brenda. Ti thuash jo t'i piperit? Jo, si hedhë tani se s'duat më bëhet të prishin gjyrën. Atëherë, në një tigan të thellë, kemi vendosur ujë, thjesht ujë kemi aty, a? Thjesht vetëm ujë, asnjë gjë tjetër. Këtu tani te ky tasi. Vezë qumësht krip. Vezë qumësht krip. Okej. Edhe do ta vendosim që të ziejnë në banjo mari. Po këtu nuk është banjo mari, se ajo është që duhet... Po, është një banjo mari e improvizuar, po. Kujdes duart? Se më njofin mu. Pra ujë duhet të vi deri në mes të tasit, po themi, dhe duhet mbuluar ena me kapak. Se gjatë të zjerës, pastaj do të shikoni kur do filloj që të marri varë, do të ulni pak temperaturën, se fillon edhe bie uji brenda pastaj, prandaj duhet në mes, jo më tepër. Bëjnë shumë, do me thënë një omlet shumë e mirë, shumë e shishme, e lehtë, që mund të përdorni për fëmijët, mund të përdorni edhe për të rriturit. Edhe e shëndetshme. Edhe shumë e shëndetshme, se s'kemi as të skuqura, s'kemi, të ngrejmë çik temperaturën, se kemi fikur këtu tani. Okej. Në rregull. Tani këto të shikojmë gjërat me radhë, Anila, nëse ti ke atë mundësinë që t'ua lexosh edhe një herë
do të ishte mirë. Qa ke bërë ti Kati që po më jep mua të lexoj recetat? Që unë të Çfarë po fshe? Asi që do pastroj tryezën, do nxjerrim pastaj byrekun sepse do të shikoj që... Tani, kemi 3 minuta për të mbyllur kuzhinën. Do të nxjerrim byrekun nga fura, do të shërbejmë edhe supën me qofte dhe besoj, uroj që në 3 minuta t'ja e bërë edhe omleta në avull, një mënyrë interesante dhe shumë e shëndetshme dhe gjatë kësaj kohe. Tani në ekran për herë të fundit le të shfaqim edhe një herë recetat. Lakror çam me pul, oriz dhe borzilok na duhen 400 gram miell, 1 pul, 1 filxhan oriz, 2 qep, 3 vez, vaj dhe borzilok. Sup me qofte për fëmijë mbi 6 muajsh, për këtë recet na janë dashur 500 gram mish të grirë, 1 lug oriz, 1 vez, 1 lug vaj, krip piper rigon majdanoz, 1 patate dhe 1 karot. 2 patate dhe 1 karot. 1 patate e madhe. Ose 2 të vogla. Ose varet për sa fëmijë po gatuani. Ose shtojni po do hani gjithë familja. Hajde tani kemi gati tasin për të shërbyer supën me qofte dhe pas pak do të kemi gati edhe byrekun për ta nxjerrë nga fura. Lakrorin. Shikon, të jemi të sinqert, nuk është se neve këtu na janë bërë plotësisht. Se duhet të zihet pa. Është e vërteta. Nuk është se janë zier plotësisht. Edhe mund të servirin, do me thënë që të... Ne do e servirin për të treguar edhe ju dhe të shikoni edhe copozat e perimeve dhe qoftet. Sigurisht që duhet bërë një zjerje e plot e tyre. Ne do t'i hedhim prapë brenda që të na zihen. Sa do i grirë ka nevojë të qëndrojë në temperaturë për disa minuta të lartë që të bëjë zjerjen e plot. I bëjmë një përzierje kështu. Që të fillojnë që të na dalin, do me thënë të lidhe. Po mi të nxjerrim byrekun ndërkohë. Ai të nxjerrim, si do që të jetë bërë. Po të duash lërë edhe aty në tenxhere, si ta kesh Jo, i nxjerrim, do nxjerrim pak që t'i tregojmë, do me thënë se si, po më mirë, ja të shikojmë tani për punën e byrekut. Se nuk kemi shumë kohë, prandaj. Është më pikë plotësisht të veza. Si duket? Ka nevojë edhe ky. Ka nevojë edhe ai pak. Po mirë, ne do t'i lëmë këtu mbi tryeza për t'i parë ju. Sa për t'i parë, po që ka nevojë edhe ky. Dallohet që në vende veza ka nevojë edhe për pak. Edhe veza do të marrë ngjyrë akoma më të bukur. Se do marrë atë si kore sipër. Megjithatë duket që është shumë i mirë. Dhe kur mirë është pastaj më mbrapa që e heqim, që të na zbutet kjo pjesa e kësaj, do me thënë e petës, si gjithmonë në kuzhinë, neve vendosim pecet. Por tani ne do ta zbulojmë se duhet ta shikojmë dhe ta shijojmë kështu siç është. Kati po më thonë që kemi mbaruar me kohën. Çfarë do na bësh tani? Po i të duar. Prap na ngeli. Prap ne do e shohim atë. Mirë, shikon, do ta shikoni në Balkan Web. Se gjyna po di si bëhet, si një pandispaj i shkrifat. Po pra. Ata hiq një të hedhin pak këtu. Atëherë, ta shohim vetëm supën se shumë i mirë dhe kjo puna vezve në avull nuk dashka e nuk dashka. Sado që ne merrim kohë mjaftueshëm në kuzhinë edhe shtim orarin edhe prap të hidhni nga 1 ose 2 qofte. Okej. Edhe disa copoza karota dhe patate. 2 karota, 2 patate. Ju bëf të mirë pastaj. Kështu. Ja të hedhim edhe një patate këtej. Ballë është ballë. Sa për të kriju një ide se ne prap do ta kthejmë në tenxhere atë. Sigurisht që do ta kthejmë në tenxhere sepse nuk është bërë ashtu siç duhet. Edhe sigurisht edhe në një pikë limoni, që është e vërteta sepse edhe pse janë fëmijë, fillojnë domethënë edhe atyre t'ju jepet edhe limon. Okej. Atëherë, e vendosim edhe tasin e supës këtu, duke... Kemi afër si ku ani... Mirë, besoj se janë mirë. Jemi në rregull. Ja, shojmë në ekran. Kati, vendos janë ku e doni? Këtu? Jo, Kati, mund të bësh mbylljen edhe të ndahesh me mikeshat e tua, sepse unë të takohem pas reklamave për sëri. Në rregull. Atëre të dashuran visa, këto ishin recetat për juve sot. Mendoj që ky byreku çam t'ju ketë lënë mbresë edhe t'ja gatuani, sepse vërtet do të ngeleni shumë të kënaqur, është diçka ndryshe. Mënyrën se si neve përgatitëm e pat që e bëm hap pas hapi si procedurë. Uroj që të keni një ditë bukur në vazhdim.
dhe miru takoshim nesër këtu bashkë me Anilën në të njëjtën orë. Patjetër. Edhe mos hezitoni dhe për punën e supës, do me thënë të fëmijëve. Dhe mënyrën se si neve përgatitur ma treguam, kështu që besoj duhet të jeni... Jemi 2 minuta me vones, duhet thjesht të ndahemi tani. Që ka filluar të mpikset, por nuk do këtë temperaturë të lartë, në momentin që fillon të ashtu do një temperaturë të ullët dhe ka paku dohet, derisa në momentin ajo të filloj të mpikset komplet, do ta hiqni, do ta lëni të qetësot dhe do ta servini. Kati, faleminderit, të lumshin duar, nesër të presim përsëri. Faleminderit, publicitet kemi. Mirupafshim.